Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror në ekranin e News 24. Le të jemi fillimisht së bashku me titujt kryesor. Atentat në Lezhë, qellohet me breshëri plumbash drejt një makine, vriten burr e grua. Aksident tragjik në Lezhë, makina bie në kanal, humbin jetën babebi, punonin në kampin e Gjadrit. Qellohet me armë në darkën e Trump me gazetarët e shtëpisë së bardhë, evakuohet presidenti me bashkëshorten dhe të pranishmit. Zhbëhen shpresat për një marrëveshje të shpejtë SBA-Iran pas anulimit të bisedimeve të fundjavës për paqe në Pakistan. Kryeministri Rama deklaroi se siguria ushqimore është objektiv jo vetëm për tregun e brendshëm, por dhe atë europian. Reagon Erion Braçe për kandidimin në Tiranë, nuk jam konsultuar me kryeministrin Rama dhe as jam nxitur prej tij. Deputeti i PL-s Tedi Blushi akuzoi prokurorin Arben Kraja se me urdhër të Ramos ngriti një proces politik ndaj ish-presidentit Ilir Meta. Vjeçari Kreshnik Mujeci dhe bashkëshortja e tij Gentiana Mujeci u vranë në makinën e tyre në një atentat në Balldren të Lezhës. Autorët qelluan me breshëri automatiku drejt makinës dhe u larguan nga vendi i ngjarjes. Një nga pistat e grupit hetimor është ajo e hakmarrjes, pasi Kreshnik Mujeci akuzohej për vrasjen e Geg Mohillit në tetor të vitit 2016 në aksin Shkodër-Velipoj. Fshati Balldren i Lezhës është përgjakur këtë të diel, ndërsa një breshëri Kallashnikovi la të pajet 39 vjeçarin Kreshnik Mujeci dhe bashkëshorten e tij, Gentiana Mujeci, 32 vjeçe. Sipas hetimeve paraprake, viktima po udhëtonte nga Balldreni në drejtim të Torovicës me makinën e tij Audi Q7, kur dy makina i kanë zënë prit duke i bllokuar rrugën dhe më pas kanë qelluar drejt automjetit të viktimës, duke e bërë shosh nga plumbat. Pasi kanë qelluar Mujecin, autorët janë larguar nga vendi i ngjarjes pa lënë gjurmë. Çifti, prindër të 4 fëmijëve, mbetën të vdekur në vend. Policia po merr në pyetje dëshmitarët okular për të kuptuar lëvizjet e autorëve. Një nga pistat që po ndjek grupi hetimor është ajo hakmarrjes, pasi Kreshnik Mujeci akuzohej për vrasjen e Geg Mohillit ose Gens Pjetrit në tetor të vitit 2016 në rrugën nacionale Shkodër-Velipoj, pranë vendit të njohur si Mali i Jushit. Mohilli aso kohe është ekzekutuar, njësoj si Mujeci këtë të diel, duke i zënë rrugën me makinë dhe duke i qelluar për vdekje. Viktima e sotme ishte arrestuar në vitin 2017 bashkë me Lin dhe Jozef Mujecin, por gjykata e Shkodrës shpalli të pafajshëm Jozef dhe Kreshnik Mujecin për vrasjen e Geg Mohillit për mungesë provash. Gjykata e lartë e ktheu çështjen për gjykim më 31 tetor të vitit 2024. Viktima e sotme, Kreshnik Mujeci, ka mbështetur protestat e banorëve të Rjollit në mbrojtje të pronave të tyre nga ndërtimi i një kompleksi turistik. Në një komunikim me media, drejtori i komanduar i policisë së Lezhës, Arben Nasufi, tha se po punohet intensivisht për të dokumentuar çdo provë në vend ngjarje me qëllim hetimin e zbardhjen e të gjithë dinamikës, si dhe zbulimin e autorëve dhe vënien e tyre para përgjegjësisë. Një aksident tragjik u regjisтрua mbrëmjen e së shtunës në aksin rrugor Lezhë-Karriç Babebi, humbën jetën pasi automjeti me të cilin po udhtonin doli nga rruga dhe u përmbys në një kanal me ujë në afërsi të fshatit Gocaj. Viktimat të këtij aksidenti mbetën mjeku Anton Keçi, 53 vjeç, dhe vajza e tij, studente e mjekësisë, Bora Keçi, 20 vjeç. Ngjarja u zbulua në orët e vona të mbrëmjes pas denoncimit në polici të djalit të familjes për humbjen e kontaktit me babaj dhe motrën e tij, trupat e të cilëve u gjetën afër mesnatës në automjetin me të cilin ata ishin përmbysur në afërsi të fabrikës së çimentos në një rrugë dytësore. Policia bëri të ditur se në momentin e aksidentit mjeti drejtohej nga 20 vjeçaria Bora Keçi, e cila dyshohet të ketë humbur kontrollin duke dalë nga rruga dhe përmbysur në kanal. Në momentin e aksidentit të Babebi po ktheheshin nga kampi e emigrantëve në Gjadër, ku punonin me kohë të pjesshme. 53 vjeçari Anton Keçi ishte me profesion mjek dhe ushtronte prej 2 vitesh detyrën e shefit të shëndetësisë në burgun e Shënkollit në Lezhë, ndërsa vajza e tij 20 vjeçare, studente në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë.
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur gjatë darkës së korespondentëve të shtëpisë së bardhë ku ndodhej dhe Trump në hotelin Washington Hilton në SBA. Të shtëna me armë zjarri janë raportuar jashtë sallës së eventit, teksa të ftuarit janë evakuuar të gjithë të sigurt dhe personi i dyshuar është arrestuar. Presidenti Amerikan Donald Trump u dërgua me urgjencë në një vend të sigurt teksa mbahej darka e korespondentëve të shtëpisë së bardhë, pasi jashtë sallës së këtij eventi u dëgjuan të shtëna me armë zjarri. Presidenti dhe zonja e parë Melania Trump po bisedonin në hotelin Washington Hilton, kur u ndërpren nga një rrëmuj në tryezën e darkës së korespondentëve të shtëpisë së bardhë. Mediat e huaja raportojnë se u dëgjuan të shtëna të forta dhe më pas antarë të shërbimit sekret e larguan presidentin nga vendi ku mbahet takimi. Presidenti Amerikan Donald Trump, zonja e parë, zëvendës presidenti J.D. Vance dhe të gjithë personat e tjerë janë të sigurt, njoftoi më vonë shërbimi sekret pasi u qellua 7 herë me armë zjarri. Raportohet se një oficer u qellua, por ka shpëtuar falje lekut antiplumb, ndërkohë autori i dyshuar është arrestuar dhe është identifikuar si 31 vjeçari Cole Thomas Allen nga Kalifornia dhe do të dalë në gjykatë të hënën. Autoritetet thanë se hetimet janë në zhvillim e sipër dhe se agentët federal po marrin në pyetje dëshmitar dhe po kontrollojnë banesën e të dyshuarit. Të shtënat ndodhen pak përpara se Trump të mbante fjalimin e tij gjatë eventit, një ngjarje e rëndësishme në kalendarin politik dhe mediatik të Washingtonit. Derisa policia rrethoi hotelin, helikopterët fluturonin mbi të dhe njësia taktike siguroi perimetrin. Në një deklaratë më vonë në shtëpinë e bardhë, presidenti amerikan Donald Trump tha se besonte se i dyshuari vuan nga problemet të shëndetit mendor. Charged a security checkpoint armed with multiple weapons. Një burr sulmoi një pikë kontrolli sigurie i armatosur me armë të shumta dhe u rrëzua nga disa antarë shumë të guximshëm të shërbimit sekret. Zyrtarët besojnë se ai është një ujk i vetmuar, mendoj se bëhet fjalë për një person të sëmur. Kush do ta bënte këtë përveç një personi të sëmur? Së shpejti do të zbulojmë shumë gjëra rreth tij. Sa kaq nuk është bërë ende e qartë nëse Trump ishte shënjestra e sulmit, njofton Reuters, teksa presidenti i ka mbijetuar 2 atentateve të mëparshme në vitin 2024. Autori dyshuar për të shtënat në darkën e korespondentëve të shtëpisë së bardhë është 31 vjeçari Cole Thomas Allen nga Kalifornia me profesion mësues. Hetuesit besojnë se ai ishte i ftuar në hotelin Washington Hilton, ku po zhvillohej darka vjetore, por ende nuk dihet arsyeja e sulmit. Autori i dyshuar për të shtënat në darkën e korespondentëve të shtëpisë së bardhë është identifikuar si Cole Thomas Allen nga Los Angelesi, i cili është diplomuar në Institutin e Teknologjisë së Kalifornisë. Ai punon si mësues me kohë të pjesshme dhe zhvillues lojrash. Cole Thomas Allen është diplomuar në bachelor për inxhinieri mekanike dhe zotron edhe një diplom master në shkenca kompjuterike nga Universiteti Shtetëror i Kalifornisë. Sipas autoriteteve në SBA, Allen, 31 vjeç, banon në Kaliforni. Hetuesit besojnë se i dyshuari ishte i ftuar në hotelin Washington Hilton, ku po zhvilloi darka vjetore, por ende nuk dihet arsyeja e sulmit. Postimet në Facebook që duket se lidhen me Cole Allen tregojnë se ai u shpall mësuesi i muajit në dhjetor 2024 nga një shërbim privat kombëtar për përgatitjen e testeve dhe mësimdhënien për studentët që do të shkojnë në kolegj. Shërbimi sekret tha se i dyshuari ishte i armatosur me një pushk gjahu dhe u arrestua pasi hapi zjarr ndaj një agenti të shërbimit sekret në hotelin Washington Hilton, jashtë sallës ku po mbahej darka e korespondentëve të shtëpisë së bardhë, ku ishin të pranishëm edhe presidenti Donald Trump, bashkëshortja e tij Melania dhe zëvendës presidenti J.D. Vance. Udhëheqës nga e gjithë bota kanë reaguar pas të shtënave me armë zjarri në darkën e korespondentëve të shtëpisë së bardhë. Kryeministri kanadez Carney thotë se ndihet i lehtësuar që presidenti Trump dhe zonja e parë së bashku me të pranishmit janë të sigurt. Më vjen keq për të gjithë ata që janë tronditur nga kjo ngjarje shqetësuese, shprehet Carney. Homologu i tij australian është shprehur se i vjen mirë të dëgjoj se të gjithë të pranishmit janë të sigurt, vlerësojmë punën e shërbimit sekret dhe të zbatimit të ligjit, theksoi ai. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Starmer tha se është i tronditur nga skenat në darkën e korespondentëve të shtëpisë së bardhë në Washington gjatë natës. Çdo sulm ndaj institucioneve demokratike ose ndaj lirisë së shtypit duhet të dënohet me terma të më të forta të mundshme, u shpreh ai. Kaja Kallas, diplomatja më e lartë e Bashkimit Evropian, shpreh mbështetjen
e saj për presidentin e SBA-s, zonjën e parë dhe të gjithë pjesëmarrësit, duke shtuar se dhuna politike nuk ka vend në demokraci. Presidentja në detyre Venezuelës Rodriguez dënon fuqishëm tentativën e sulmit dhe u shpreh urimet më të mira të pranishmëve. Kryeministri Indis Modi thotë se u dërgon urimet më të mira për sigurinë dhe mirëqenien e tyre të vazhdueshme presidentit, zonjës së parë dhe zëvendës presidentit. Zhbëhen shpresat për një përparim diplomatik mes SBA-s dhe Iranit pas anulimit të bisedimeve për paqe në Pakistan, sipas Reuters, si Washingtoni, ashtu dhe Teherani kanë treguar pak gatishmëri për të zbutur kushtet e tyre dhe për të arritur një marrëveshje. Shpresat për një përparim diplomatik në luftën SBA-Izrael me Iranin janë zbehur, teksa si Teherani ashtu edhe Washingtoni kanë treguar pak gatishmëri për të zbutur kushtet e tyre, njofton Reuters. Presidenti Amerikan Donald Trump anuloi një vizitë planifikuar në Islamabad nga të dërguarit e tij Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian i tha kryeministrit pakistanez Shehbaz Sharif se Teherani nuk do të hynte në negociata të imponuara në kërcënime ose blokadë. Pezeshkian u shpreh se Shtetet e Bashkuara duhet së pari të heqin pengesat operacionale, përfshirë blokadën e tyre ndaj porteve iraniane, përpara se negociatat të mund të hedhin ndonjë themel për zgjidhjen e konfliktit. Një burim diplomatik iranian në Islamabad tha se Teherani nuk do të pranonte kërkesat maksimaliste nga Shtetet e Bashkuara. Trump u tha gazetarëve në Florida se anuloi vizitën e të dërguarve sepse bisedimet përfshinin shumë udhëtime dhe shpenzime për të konsideruar një ofertë të pamjaftueshme nga iranianët. Pasi udhëtimi diplomatik u anulua, Irani ofroi shumë, por jo mjaftueshëm, tha Trump. Në Truth Social ai shkroi se kishte luftë dhe konfuzion të jashtëzakonshëm brenda udhëheqjes së Iranit. Askush nuk e di se kush është përgjegjës, përfshir ata, shkroi Trump në Truth Social. Gjithashtu ne I kemi të gjitha kartat. Ata nuk kanë asnjë. Nëse duan të flasin e tëra çfarë duhet të bëjnë është të telefonojnë, theksoi mëtej Trump. Pezeshkian u shpreh të njëjtën se në Teheran nuk kishte asnjë të vijës së ashpër apo të moderuar, dhe se vendi qëndronte I bashkuar pas udhëheqësit të tij suprem. Teherani ka mbyllur kryesisht ngushticën e Hormuzit, e cila normalisht transporton 1/5 e dërgesave globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm, ndërsa Washingtoni ka bllokuar eksportet e naftës së Iranit. Izraeli ka vënë në provë armëpushimin e brisht me Libanin duke sulmuar të shtunën në jug të Libanit. 4 persona u vranë të shtunën në sulmet izraelite në Libanin jugor, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Libanit, ndërsa ushtria izraelite tha se Hezbollah kishte qelluar me raketa drejt Izraelit. Izraeli njoftoi të shtunën se do të sulmojë me forcë objektivat e Hezbollahut, duke vënë mëtej në provë një armëpushim të brisht me Libanin, për të cilin presidenti amerikan Donald Trump tha së fundmi se ishte zgjatur me 3 javë. 4 persona u vranë të shtunën në sulmet izraelite në Libanin jugor, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve të Libanit, ndërsa ushtria izraelite tha se Hezbollahu kishte qelluar me raketa drejt Izraelit. Armëpushimi I rëndakort midis Izraelit dhe Libanit ka çuar në një reduktim të ndjeshëm të armiqësive, por Izraeli dhe grupi militant Hezbollah, I mbështetur nga Irani, kanë vazhduar të përplasen në Libanin jugor. Në një deklaratë nga zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, u tha se ushtria ishte udhëzuar të sulmonte me forcë objektivat e Hezbollahut në Liban, duke mos dhënë detaje të mëtejshme. Ushtria izraelite tha të shtunën se kishte goditur raketa hedhëse të ngarkuara që I përkisnin Hezbollahut në 3 vendodhje në Libanin jugor gjatë natës dhe kishin synuar disa luftëtar të Hezbollahut në sulme të ndara. Më vonë gjatë ditës tha se kishte goditur gjithashtu objekte të përdorura nga forcat elitare Radvan të Hezbollahut në Libanin jugor. Ushtria izraelite ripërsëriti paralajmërimin e saj për banorët libanez që të mos I afrohen zonës së lumit Litani në Libanin jugor, ndërsa lufton Hezbollahun. Gjithashtu tha se kishte kapur një objektiv ajror të dyshim brenda zonës që forcat e saj po e pushtojnë aktualisht dhe se 2 raketa u qelluan nga Hezbollahu në Izraelin verior, njëra prej të cilave u kap. Siguria ushqimore nuk është vetëm një objektiv për tregun e brendshëm, por dhe për atë europian, kështu deklaron kryeministri Rama në podcastin e tij Flasim, ku kreu I qeverisë theksoi se Shqipëria duhet të garantojë që çdo produkt të jetë I pranueshëm.
Në podcastin e tij flasim, kryeministri Edi Rama u ndal tek nevoja për garantimin e cilësisë dhe sigurisë së produkteve ushqimore, duke theksuar se objektivi nuk lidhet vetëm me konsumatorin vendas, por edhe me tregun e përbashkët europian. Në një takim të organizuar me operatorët e sipërmarrjes ushqimore, ne u ndalëm në një temë shumë konkrete. Si do të garantojmë që çdo produkt që konsumojnë qytetarët jo thjesht jetë i sigurt, por të jetë një produkt i pranuar dhe i suksesshëm në tregun e nesërm të përbashkët të Europës, ku ne do të jemi antar me të drejta, por dhe me detyrime të barabarta. Dhe kjo lidhet me një sfidë aktuale, më të ndërlikuar në procesit tonë të antarësimit në Bashkimin Evropian, që është sigurimi i të nesërmes për të gjithë ata të cilët kanë ndërtuar të sotmen mbi themelet e një pike grumbullimi, përpunimi apo prodhimi të nënprodukteve ushqimore. Një tjetër temë e prekur nga kryeministri ishte edhe paketa e maleve, ku sipas tij emigrantët shqiptar po kthehen në Shqipëri për të investuar në fshatrat e Shqipërisë. Paketa e maleve po hap një rrugë të re në zhvillimin rural dhe po krijon premisat për një vlerë të shtuar, për një motor të ri në industrinë e turizmit ton, duke i dhënë maleve, duke i dhënë Shqipërisë malore një përmas të re. Përmes kthimit të tokës dhe të shtëpive të gjyshërve në instrumenta të zhvillimit dhe në mundësi të reja reale për të krijuar sipërmarrje. Deputeti socialist Erion Braçe në një postim në rrjetet sociale ka sqaruar se sa i takon në dëshirës së tij për të kandiduar për kryebashkiak të Tiranës nuk është konsultuar me kryeministrin Rama dhe as ka marrë mbështetje prej tij. Braçe thotë se ideja për të kandiduar është artikuluar më herët në strukturat e PS-s dhe vjen si përgjigje ndaj kërkesave të qytetarëve dhe socialistëve të Tiranës. Ai thotë se aktualisht Tirana po përballet me probleme të menaxhimit të saj. Pas shprehjes së ambicies për të kandiduar për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet e ardhshme, deputeti socialist Erion Braçe ka deklaruar se nuk ka pasur asnjë bisedë me kryeministrin Edi Rama për këtë çështje. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Braçe thotë se kandidimi i tij nuk është nxitur nga kreu i qeverisë, duke shtuar se qëndrimi i tij bazohet në parime dhe në nevojën për një proces demokratik brenda partisë. Nuk kam folur me Edi Ramën dhe nuk është mungesë respekti për të. Jo, zero. Përkundrazi, unë respektoj Edi Ramën për atë që është kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë, partisë time, i pari i barabartë mes të barabartëve në një parti ku antarët, simpatizantët, po edhe më gjerë se sa kaq, të majtët në tërësi, zgjedhin me votë njerëzit që kjo parti dëshiron që ta përfaqësojnë dhe rrugën në cilin të gjithë bashkë duhet të ecë. Thëmë këtë, referuar këtij parimi, të cilin me thënë të drejtën unë mbaj me vete që nga gushti i vitit 2005. Deputeti socialist nënvizon se ideja për të kandiduar është artikuluar më herët në strukturat e Partisë Socialiste dhe vjen si përgjigje ndaj kërkesave të qytetarëve dhe socialistëve të Tiranës. Ai mohon gjithashtu që kjo lëvizje të jetë një sulm ndaj Ramës apo ndaj figurave të tjera politike, duke theksuar se fokusi i tij mbetet tek çështjet dhe problematikat e qytetit. U bë disa kohë që në Partinë Socialiste ky proces nuk është dhe është zvendësuar me njoftime që vendosen kohë pas kohe në murin e Partisë Socialiste që herë është apo funksionon si kryesi, herë është apo funksionon si asambleja e kështu me radhë. Pra, unë vazhdoj të qëndroj të njëjta dhe parime në këtë parti, veçanërisht atyre nga gushti 2005-s, e natyrisht në funksion të tyre kam ofruar veten time. Braçe thotë se aktualisht Tirana ndodhet në një situatë problematike, me mungesë qeverisje dhe rënje në shërbime, si dhe zbatim të ligjit. Ai thekson se synimi i tij është përmirësimi i shërbimeve dhe rikthimi i funksionimit normal të institucioneve vendore. Sipas Braçes, objektivi i tij
është i shërbej qytetit dhe qytetarëve duke u fokusuar te puna dhe jo te përplasjet politike. Këtë të hënë nis procesi gjyqësor ndaj presidentit TPL-s Ilir Meta. Në një deklaratë për media, Tedi Blushi shprehet se akuzuesi Ilir Metës, Romeo Kara, është i pabesueshëm dhe ka dyshime se ai ka probleme të shëndetit mendor. Zyrtari i IPL-s akuzon dhe prokurorin e SPAK, Arben Kraja, se me urdhër të Edi Ramës ai ka ndërtuar një proces politik ndaj ish-presidentit Ilir Meta. Një ditë nga nisja e procesit gjyqësor ndaj Ilir Metës në gjykatën e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, sekretari i përgjithshëm i IPL-s, Tedi Blushi, cilëson akuzuesin e ish-presidentit Romeo Kara si person i cili ka probleme me drejtësinë dhe njëri me dyshime për probleme të shëndetit mendor. Zoti Kara rezulton me probleme me drejtësinë dhe se ndaj tij ka dyshime serioze sa i përket shëndetit mendor. Treguan vendimin e prokurorisë së krimeve të rënda, që refuzoi, ky është vendimi, që refuzoi t'i jap statusin e dëshmitarit të mbrojtur, pikërisht sepse të ashtu quajturët dëshmit e tij u konsideruan indirekte dhe se gjithçka ai kishte thënë nuk kishte vlerën e provës. Tedi Blushi deklaron se prokurori i çështjes Meta, Arben Kraja, është përdorur politikisht nga Edi Rama për arrestimin e kreut të TPL-s. Por pyetja që shtrohet tani është, si ka mundësi që ky lloj kallëzuesi dhe kallëzimi i tij të merrej seriozisht nga SPAK-u dhe sidomos nga prokurori Arben Kraja. E evidentojmë zotin Kraja sepse është i njëjti prokuror që në datën 6 qershor 2016 vendosi të pushoj hetimet, pra të hedhë në koshin e plerave, kallëzimin e bërë në tetor të vitit 2015 nga kontrolli i lartë i shtetit, institucion kushtetues, në lidhje me faljen e 479 milion eurove të shqiptarëve nga Edi Rama për qezin. Zyrtari i Partisë së Lirisë i bën thirrje trupës diplomatike në Shqipëri të jenë të pranishëm në procesin gjyqësor ndaj Ilir Metës. Kërkoj gjithashtu publikisht nga gjykata e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar të garantoj në mënyrë absolute transmetimin live të gjitha seancave nga sekonda e parë e seancës së parë e deri në sekondën e fundit të seancës së fundit. Adriatik Lapaj do të nisë mbledhjen e 50.000 firmave për të zhvilluar një referendum kombëtar për të rrëzuar 2 ligje të qeverisë Rama, ligjin për investime strategjike dhe ligjin për paketën e maleve. Sipas CI, këto 2 ligje janë krijuar për të vjedhur tokat shqiptarëve dhe për t'u dhënë ato njerëzve pranë kryeministrit Edi Rama. Kreu i partisë Shqipëria bëhet, Adriatik Lapaj, deklaron se do të nisë mbledhjen e 50.000 firmave për të rrëzuar ligjin për investimet strategjike dhe ligjin për paketën e maleve nëpërmjet një referendumi kombëtar. Sipas tij, 2 ligjet janë korruptive dhe u shërbej një grupi njerëzish afër kryeministrit. Fjalët i merr era, është koha dhe duhen vepra. Referuar kushtetutës son dhe konkretisht nenit 150.1 i propozoi këtij këshilli të nisim procedurat ligjore për të kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve formularët tip për mbledhjen e 50.000 firmave për secilin prej të 2 ligjeve për ta çuar vendin në referendum kombëtar për shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike dhe të ligjit për paketën e maleve. Gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar, Lapaj theksoi se me 2 ligjet Rama synon të vjedh tokat e të parëve shqiptarëve. Ju jeni dëshmitar se si komunitete të ndryshme nga jugu në veri, po përballen me vjedhjen e pronave përmes një ligji të ashtu quajtur për investimet strategjike. Një ligj krejt i padrejt, që po largon nga vendi komunitetet të tëra. Kreu i Shqipëria bëhet nënvizon se Edi Rama nëpërmjet paketës së maleve po synon marrjen e tokave të njerëzve që s'mundet do t'i punojnë prej pamundësisë dhe dhënien e tyre njerëzve të pasur për të krijuar çiftligje. Është një mjet juridik për të marrë kuotat e fshatrave dhe të parëve tanë dhe për t'u dhënë të ashtu quajturve patronazhist dhe atyre më të zellshme madje për t'i kthyer në çiftligar të pasur
të fshatrave të drobitur të vendit ton që më pas të diktojnë votën e kujdo përmes nevojës së njerëzve për të mbijetuar dhe për të punësuar në çiftligjet e reja. Në orët e para të mëngjesit në qytetin e Bulqizës është djegur makina e gazetarit lokal Sami Curi. Dyshohet se zjarrvënia ka qenë e qëllimshme për shkak të detyrës, ndërsa makina ka qenë e parkuar në afërsi të vendit ku gazetari banonte. Edhe pse në vendngjarje kanë bërritur menjëherë zjarrfikset, nuk është bërë mundur fikja e zjarrit, ende nuk janë konfirmuar shkaqet e zjarrvënies, megjithse, sipas gazetarit, ky veprim është bërë për t'i mbyllur gojën. Policia po vijon veprimet hetimore rreth ngjarjes për zbardhjen e saj. Policia e Kavajës ka shpallur në kërkim 2 shtetas të përfshirë në aktivitet të lojrave të fatit. Pas një operacioni të zhvilluar nga të dhënat e siguruara nga policia e shtetit, janë zbuluar në Kavaj 2 ambiente të përshtatura për lojra fati me makineta. Gjatë operacionit fati i lojrave, efektivët e policisë sekuestruan 16 makineta që shërbenin për zhvillimin e kësaj veprimtarie të kundërlishme. Ambientet ku hushtroi aktiviteti i palishëm ishin marrë me qera nga 2 shtetasit e shpallur në kërkim. Hetime po vijojnë nga prokuroria e Durrësit. Një tjetër lokal ku organizoheshin lojra fati në kundërshtim me ligjin përmes kompjuterave dhe celularve është zbuluar edhe në kombinat në Tiranë. Policia vuri në prangë administratorin dhe punojësin e lokalit, si dhe u sekuestruan celular dhe kompjuter që përdoreshin për organizimin e lojrave të fatit. Një incident është regjistruar mesditën e sotme në zonën e Zvërnecit, pranë manastirit, ku 2 autobus janë bllokuar gjatë tentativës për të shkëmbyer në një segment të ngushtë rruge. Sipas të dhënave paraprake, një autobus gjatë manovrës për të kaluar një autobus tjetër ka dalë pjesërisht nga Karexhata, duke nxjerrë jashtë rruge 2 gomat e anës së djathtë. Përpasoj, mjeti ka mbetur i bllokuar duke penguar qarkullimin në këtë segment rrugor. Sipas informacioneve, në autobuza ndodheshin nxënës që ishin në një udhëtim shkollor. Megjithatë, nuk raportohet për persona të lënduar apo dëme materiale. Për të ofruar shërbim shëndetësor bazë për turistët dhe qytetarët gjatë sezonit veror, Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenie Sociale Evi Sala ka njoftuar se në dispozicion do të jenë 36 qendra shëndetësore në zonat bregtetare. Po ashtu, Ministrja Sala ka njoftuar se janë 300 vende vakante të lira për staf mjekësor. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se gjatë sezonit veror 2026 do të jenë në funksion 36 qendra shëndetësore verore, të cilat do të ofrojnë shërbim 24 orë në ditë për qytetarët dhe turistët. Sipas njoftimit të bërë nga vetë Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala, këto struktura do të vendosen në zonat bregtetare dhe turistike, me qëllim përballimin e fluksit të shtuar gjatë muajve të verës dhe garantimin e aksesit në shërbimet bazë shëndetësore. Këtë vit do të funksionojnë 36 qendra shëndetësore verore në gjithë Shqipërinë nga veriu në jug. Të gjitha qendrat janë të pajisura me barna, me pajisje shëndetësore. Nga ana tjetër, institucioni ka hapur një thirrje për plotësimin e stafit mjekësor, duke shpallur rreth 300 vende vakante, një afat aplikimi i përcaktuar deri më 27 prill 2026. Betjet në liçenin e Fierzës kanë nisur të pastrohen pas publikimit të rastit në News 24 prej disa ditësh sipërfaqja ujore e basenit më të madh në vend, si dhe zona apo rreth ishte e pushtuar nga mbetje urbane, industriale dhe ato plastike, të transportuara nga rrjedha e lumenjve Drini Bardh dhe Drini Zi, fenomeni përsëritur sa herë ka reshje intensive shiu. Pas denoncimit të rastit në News 24, ku liçeni i Fierzës ishte të imbushur me mbetje, prej 2 ditësh ka nisur pastrimi i materialeve të hedhura përmes një anije ekologjike.
Mbetjet urbane, plastike dhe industriale kishin pushtuar zonën përreth liçenit si dhe sipërfaqen ujore, duke u shndërruar në rrezik serioz për ekosistemin. Përmes përdorimit të një anije ekologjike po realizohet pastrimi i zonave më të prekura, ku janë grumbulluar sasi të konsiderueshme mbetjesh të ardhura nga prurjet e lumenjve. Fenomeni i ndotjes në liçenin e Fierzës është rast i përsëritur dhe shfaqet kryesisht gjatë ditëve me rreshje intensive, ku prurjet e lumenjve, drini bar dhe drini zi dhe degëzimet e tyre janë të larta. Lumen transportojnë mbetjet e hedhura në rrjedhën e tyre nga qytetarët apo subjektet në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe disa fshatra të Kukësit, duke shkaktuar ndotje alarmante. Krahas pastrimit mekanik, theksi vendoset edhe të ndërgjegjësimi i komuniteteve për të shmangur hedhjen e mbetjeve në lumenj, si dhe përmirësimin e sistemeve të menaxhimit të mbetjeve në të gjitha zonat që ndikojnë në basenin më të madh në vend. Liçeni i Fierzës, përveç se një burim i rëndësishëm për prodhimin e energjisë elektrike, përfaqëson edhe një pasuri natyrore me potencial të madh turistik dhe ekonomik për Kukësin. Ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më tepër mund të na ndiqni në faqen tonë Ballkan Web për lajmet fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.